Në Prishtinë sot I ka nisur punimet Kongresi I dytë kosovar për obstetrik dhe ginekologji. Ky kongres, I cili është I organizuar nga shoqata e obstetërve dhe ginekologëve të Kosovës, e I mbështetur edhe nga Ministria e Shëndetësisë, gjatë 2 ditëve do drejtoj tema me interes nga fusha e ginekologjisë dhe obstetrikës. Për detajet e tjera në studion e Bonbonit e kam kënaqësinë është I ftuar zoti doktor Shefshet Lula. Mirë se vjen takimin tonë doktor. Faleminderit që I këtu. Unë e di që ju sot jeni shumë ngarkuar në veçanti keni prit shumë mysafir specialistë të kësaj fushe, cilët kanë ardhur me temat e tyre për të qenë pjesë e punimeve të Kongresit të dytë kosovar për obstetrik dhe ginekologji. Megjithatë, me qëllim të informimit edhe të opinionit tonë, le të flasim pak për qëllimin e këtij kongresi. Organizohet për herë të dytë. Është kongresi I dytë I ginekologjisë me obstetrik, që organizohet në bashkëorganizim me shoqatën shqiptare të obstetrëve ginekologëve të Shqipërisë. Dhe është kongres 2 ditor që ngërthen në vete temat në fushën e mjekësisë materno-fetale, pra nanës dhe frytit, të shëndetit reproduktiv, të ginekologjisë me onkologji ginekologjike, dhe veçanta e këtij kongresi është organizimi një kursi mbi ultrasonografin dhe doppler sonografia në mjekësinë materno-fetale. Pjesëmarrja është masive, kongresi është ndërkombëtar, pasi që përpos profesionistëve nga Kosova, marrin pjesë dhe ata nga Shqipëria dhe nga vendet përreth, nga Slovenia, Kroacia, Italia, Turqia dhe specifike këtij kongresi është se kemi edhe një koleg nga Beogradi, I cili është pjesë e ligjërimit të një teme më rëndësi në mesin tonë. Flasim tani për atë që do të trajtohet brenda këtyre 2 ditëve në punimet për gjatë këtij kongresi. Cili ndoshta është sfida më e madhe e cila diskutohet dhe për cilën bëhen përpjekje që të avancohet në mënyrë trajtimi apo? Si temë e parë ka qenë një temë të cilën kam përgatitur unë dhe e kam titulluar Epidemia e lindjes me prerje cezariane. Është një shqetësim I përgjithshëm, cili na shqetëson neve, mirë po është një shqetësim global. Sepse do thotë s'po përballemi vetëm ne si Kosovë me këtë dukuri. Një numër I madh I lindjeve po kryhen me prerje cezariane. Dhe në bazë të dhënave që e kemi analizuar, në vitin 2000, përqindja lindjeve me prerje cezariane ka qenë 7.5% në nivel vendi, ndërsa sot, në vitin 2013, përqindja lindjeve me prerje cezariane ka arritur në 24.6%. Problemet të ngjashme kanë dhe vende tjera, ka vende që kanë një përqindje dhe më të lartë se sa ne, ndërsa është karakteristike e vendeve të Skandinavisë të cilat kanë një përqindje të ulët të lindjeve me prerje cezariane. Prandaj, përqindja e tillë e lindjeve me prerje cezariane nuk arsyetohet. Dhe unë kam ngritur shqetësimin dhe kam bërë apel që edhe mjekët profesionistë të lëmisë ginekologjisë me obstetrik, edhe nënat e reja duhet të përballojnë lindje normale. Ndërsa lindjet me prerje cezariane arsyetohen vetëm 10 deri në 14%. Mirë, është përmendur në këtë punim tuaj, në këtë temë tuaj, arsyet cilat po I shtyjnë femrat kosovare që të mos lindin në mënyrë natyrale? Po, kem përmendur arsyet nga ana e mjekut dhe arsyet nga ana e pacientit, e nënës. Arsyet nga ana e grave janë sepse gratë e reja nuk po donë mu ballafaqu me një lindje cila gjatë
lindja normale, ma gjatë, nuk po donë me përballu dhimbjet, po frigohen nga lëndimet e organeve gjenitale, po donë me kry punë në kohën e caktuar, në datin e caktuar, dhe këto janë paka shumë ato kërkesat apo insistimet e nënave të reja që bëhet dhe trusnia që i bëhet mjekut që lindja të kryet me prerje cesariane. Mirë, cili do duhet ishte roli i mjekut në këtë rast, i doktorit? Roli i mjekut në këtë rast do të ishte informimi që nga fillimi i shtatzanisë, që lindja normale është ma natyrale, me pak e damshme, me pak me rreziqe, dhe se duhet vetëm të kthehen mbrapa dhe të përkujtojnë nënën e tyre që ka bërë një lindje natyrale dhe numri i fëmijëve përpara ka qenë edhe më i madh se sa që është sot dhe kanë përballuar një numër më të madh të lindjeve. Ndoshta edhe në shtëpi. Edhe ndoshta edhe pa përkujdesje mjekësore, ndërsa sot mundësia përcjelljes, mundësia menaxhimit mirëfillt të lindjes është shumë e madhe dhe në momentin kur paraqiten probleme mund të intervenohet dhe të korrigjohen problemet. Prandaj, e miras mirës është që edhe mjeku, edhe pacientja të bisedojnë gjatë përcjelljes antenatale që themi ne, gjatë përcjelljes shtatzanit, të diskutojnë dhe të bisedojnë për shtatzanin, rrjedhjen e shtatzanisë dhe rrjedhjen e lindjes normale. Po, si ta ulim këtë përqindje? Cila tashmë është trefishuar? Është shumë vështirë me ul, po duhet bëhen përpjekje që të stopohet ngritja enorme që ka pra trend ngritje, dhe bëhet përpjekje që kjo rritje mos të vazhdojë. Sigurisht që këtu është diskutuar edhe për klinikat private, apo jo? Shiqoni, në këtë problematik prinë klinikat private, pasi që aty kanë dhe pacientet e zgjedhur dhe kur vendosin për lindje me prerje cesariane, atëherë orientohen më shumë në klinika private. Në bazë të dhënave që ne i prezantojmë sot, del se një prej klinikave private që vepron në vendin tonë e ka përqindjen e lindjeve me prerje cesariane 82%. Këto nuk përjashtohet edhe ai interesi material i klinikave private, pasi që këto lindje paguhen më tepër. Folëm pak për këtë temë tuaj, por besoj që ka dhe temat e tjera me interes që ndoshta vinë edhe nga specialistë ekspert kësaj fushë që vinë nga bota, nga vendet të ndryshme, e që do të prezentohen, apo janë prezentuar sot e nesër. Tema më rëndësi që janë prezentuar. Por mendet bashkëpunëtorë juaj nga shteti në mik, Beogradi. Po dhe ai do të prezentoj një temë rëndësi, aktualiteti i IVF-it dhe medikamentet që përdoren sot në këtë fushë. Ajo është tema ati kolegët nga Beogradi. Pra, është trajtuar me shumë kujdes nga ekspert më eminent kësaj fushë, të cilët veç 40 vjet punojnë këtë fushë, pra në fushën e shëndetit reproduktiv dhe konkretisht në proceset e IVF-it, i cila është pra një lami atraktive dhe aktuale në botë, pasi që ju japet shansë edhe çifteve që përmes procesit natyror nuk kanë mundësi me pas pasardhës, sot është afruar përmes kësaj metode mundësia që dhe këta të kenë pasardhës të tyre. Prandaj është diskutuar për trendet e kësaj fushë, zhvillimet që ka mri kjo fushë, sukseset që ka mri kjo fushë dhe limitet e grave me moshë të shtyrë të cilët kanë mundësi pra me pas pasardhës përmes kësaj teknologjie dhe kësaj fushë. Flasim pak edhe për bashkëpunimin që keni me Shqipërinë në këtë rast. Përmendet që gjithë këtë punë e organizoni me shoqatën që trajton po të njëjtat çështje edhe në Tiranë. Cili është ky bashkëpunim? Po shiqoni, ne kemi menduar që t'i zgjerojmë kufit e bashkëpunimit, pasi që mjekësia nuk ka kufi, nuk ka, domethënë, nuk paraqet problem kufiri. Kemi menduar që së bashku me shoqatën shqiptare të obstetër ginekologëve dhe shoqata kosovare
të bashkëpunojmë dhe të bëhem më të fortë në këtë fushë. Numrikisht jemi më shumë, kemi më shumë ekspert, kemi më shumë ide, trajtojmë tema bashkërisht dhe unifikojmë qëndrimet në lamit tona. Prandaj bashkëpunimi është i mirë dhe çdo vit mbahet kongresi, një vit mbahet tek ne në Kosovë, vitin tjetër mbahet në Shqipëri dhe kështu mendojmë që të vazhdojmë këtë bashkëpunim dhe të avancojmë lamin tonë për cilën jemi përkushtuar. Doktor, u përmend që në këtë kongres janë pjesëmarrës shumë ekspertë kësaj lëmie. Kemi probleme të njëjta kur flasim për ginekologjinë dhe obstetrike? Po shiqoni, problemet shëndetësore janë të njëjta gjithkund botë, mirë po qasja dhe trajtimi nuk është gjithmonë i njëjtë, sepse këtu diktojnë shumë elemente, shumë rrethana. Një mjekësi e fortë, një mjekësi e mirë nuk mund të jetë në një vend i cili është në zhvillim, në një vend me probleme socio-ekonomike, sepse mjekësia bashkëkohore sot është shumë e shtrejtë dhe duhet investim i madh edhe në njerëz, edhe në teknologji. Prandaj rrethanat ekonomike ta diktojnë dhe mjekësinë. Dhe edhe përkundër angazhimeve tona maksimale, ne bëjmë përpjekje të arrijmë vendet tjera të cilat kanë një mjekësi më të avancuar. Ne pjesa teorike nuk na mungon, mirë po është problemi i teknologjisë, i laboratorëve bashkëkor, i medikamenteve, të cilat ne kemi probleme të vazhdueshme. Mirë po, prapse nuk ndalemi dhe bëjmë përpjekje që të avancojmë këtë lamin tonë, gjitha me një qëllim, për të bëjmë përpjekje, të sigurojmë mjekësi bashkëkohore, gjitha me qëllim të ruajtjes së shëndetit të nënës dhe të fëmijëve në Kosovë. Dhe me këtë kemi dëshmi të plota, dëshmi shumë prekse, sepse kemi arrit të zvogëlojmë edhe vdekshmërinë e foshnjeve, edhe vdekshmërinë e nënave në Kosovë dhe bile nga njëherë krahasohemi me disa vende, bile përreth jemi shumë mirë edhe me disa vende të Evropës. Shpeshherë thuhet që Kosova ka një shkallë të lartë të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë nga kanceri i qafës së mitrës. A do të diskutohet kjo temë në këtë kongres dhe si e shihni ju? Po shiqoni, një koleg joni nga Italia do të referoj një temë i cila ka të bëjë me markeret dhe zbulimin e hershëm të smundjeve maligne të gratë, qoftë të gjirit, qoftë qafës mitrës. Ne si profesionist të lamis kemi një ngjecje, domethënë na vyn një shtytje për me zhvillu edhe me avancu edhe diagnostikimin edhe trajtimin e këtyre smundjeve. Edhe pse bëjmë përpjekje të vazhdueshme, këto smundje janë të kushtueshme dhe kërkojnë edhe përkushtim, kërkojnë edhe mjete financiare, kërkojnë edhe teknologji. Mirë po prapë bëhet përpjekje në diagnostikimin e hershëm dhe në trajtimin me kohë të këtyre smundjeve. Flasim pak edhe për atë se sa është rëndësishme organizimi këtyre kongreseve, kur dihet që vinë një numër i madh ekspertëve nga jashtë i kësaj lëmive përkatëse, e ku në një mënyrë ose në një tjetër bëhet shkëmbimi i njohurive dhe informatave në përgjithësi. Sa i përket rejave. Sa është rëndësishme për kuadrin tonë që është i lidhur dhe i përfshin këtë fushë? Unë kam domethënë një vretje nga kur është fjala për kolegët tonë, sepse një kongres i tillë i përmasave çfarë kemi organizuar, do të thotë nuk ka zgjuar aq shumë interesim ndaj kolegëve të cilët punojnë dhe veprojnë në Kosovë. Ne marrim pjesë në kongrese ndërkombëtare të jashtme dhe shohim interesimin dhe koston, sepse me marr pjesë në një kongres botëror kushton shumë shtrejt, duhet një angazhim i madh. Ne kemi organizuar diçka të gjajshme në vend dhe thirrja nuk është aq sa ne kemi pritur, sepse shumë kolegë tanë
pe neglizhojnë këte dhe kanë interesim jo të duhur për t'i përcjell këto ligjërata, këto një të arritura të reja. Mirë, si e komentoni ju këto? Unë sot dhe bisedova me ministrin dhe është momenti i fundit që mjekët duhet të i nështrohen licencimit dhe të shohim ata të cilët nuk kanë aktivitete profesionale, nuk përcjellin tubime shkencore, kongrese, konferenca, nuk publikojnë punime, atyne t'ju vehet një kufi i caktuar që përpa gjitha këto mos mujt me ushtru profesionin e tyre. Sepse lamia jonë është dinamike dhe vazhdimisht don angazhim, don përcjellje dhënave dhe aplikim të mirëfillt, gjitha me qëllim që të sigurojmë një shëndetësi më të mirë, të sigurojmë kvalitet dhe të krijojmë besim të popullata jonë se edhe në Kosovë ka mjekësi të mirë, ka mjek të mirë dhe mos të kërkojnë shërim dhe shpenzim në vende tjera. Mirë, doktor Meqju, kemi afru minutave të fundit kësaj bisede. Flasim pak edhe për ditën e nesërme dhe përfundimin e këtij kongresi. Po shiqoni, dita nesërme do t'jetë gjithashtu me angazhim të plot, do të ketë tema nga ginekologji dhe onkologjia ginekologjike. Njëherit do të bëjmë një angazhim të posaçëm në edukimin e brezave të ri përmes kursit i cili do të trajtoj Doppler sonografin në shtatzani. Prandaj, unë mendoj se fillimi i kongresit është i mirë, unë mendoj që edhe përfundimi do t'jetë i mirë, dhe unë mendoj që njerëzit kanë marrë dhe do të marrin informacione të reja mbi problemet e ndryshme të cilat janë, domethënë, në laminë e ginekologjisë me obstetrik. Faleminderit shumë që gjetët kohë me qenë sot mysafiri Bonbonit. Faleminderit edhe nga ju.